Shkencëtarët praktikisht japin alarmin kur bëhet fjalë për akomodim të burimeve në këto rjeta. Siç duket dhe siç është e pranuar kudo, burimet e rinovueshme janë burime diskrete, nuk janë të vazhdueshme. Ato ndodhin kur i teket moti. Sidomos energjia diellore është më pak diskrete në kuptimin e fjalës se ajo jepet përmes një sinusoide, pra shfaqjet dielli jepet, dihen ngarkesat, dihen, parashikohen e kështu me radhë, kurse energjia e erës është edhe më, le të themi, më mistrece në kuptimin e goditjeve që jep në rrjetin elektroenergjetik. Pushimi i menjëhershëm i tyre dhe heqja e vëmendjes për ta mbushur boshllëkun që lën ato në momentin kur pushojnë së gjeneruari, bëri që të shkaktohet kjo lloj krize në rrjet. Dhe arsyeja është që rrjetat nuk janë akoma të gatshme për këtë lloj situate dhe fakti që ndodhi në këto përmasa, ju do shikoni mbrapa se si do të aktivizohen shkencëtarët jo vetëm për shpjegu fenomenin, se fenomeni është kollaj i shpjegueshëm, bile kishte edhe skupe lidhur me këtë lloj fenomeni, por për të shpjeguar dhe mënyrën dhe për të ndjekur në mënyrë të vazhdueshme situatën midis prodhimit dhe kërkesës për energji, të cilat janë dy faktorë që asnjëherë nuk përputhen me njëri tjetrin. Pra, nëse kemi një kërkesë të lartë dhe kalon rastësisht një re, po themi, në impjanti diellor ul prodhimin, atëherë ti duhet të kesh një gjë tjetër të gatshme për ta bërë këtë, sidomos në momentet kur shfaqen që rritet në mënyrë të menjëhershme konsumi dhe këto lloj energjish akoma nuk janë depozituar diku në mënyrë që të shfaqen.